Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Kosova prezentohet në Itali përmes gjuhës universale të fotografisë. Në qytetin historik të Padovas është hapur ekspozita Kosova përmes perspektivave të reja e fotografit të njohur kosovar Arben Lapashtica, artist me përvojë dhe ndjeshmëri të veçantë estetike, i cili përmes objektivit sjell peizazhet mbretëlënse dhe trashëgiminë arkeologjike të Kosovës. E vendosur në ambientet historike të Korti Le Pensile në Palazzo Moroni, ekspozita vjen në kuadër të nismës Java e Kosovës për të rinjt evropian, duke promovuar një imazh bashkëkohor, artistik dhe shumë dimensional të vendit tonë përmes fuqisë së artit vizual. Ekspozita do të qëndrojë hapur deri më 17 maj, ndërsa sonte përmes videolidhjes do të kemi kënaqësinë të bisedojmë me autorin e saj, artistin e ekspozitës Arben Lapashtica, i cili aktualisht ndodhet jashtë vendit në angazhimet e tij profesionale, konkretisht në Amerikën Latine. Arben, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Art Kultur. Faleminderit që më keni ftuar. I tha të gjitha, vetëm të falenderoj për fjalët më herët, dhe thjesht ekspozitën e kam nduru për më ka kontaktu Julia Liaj dhe më dash me prezantu një Copës Kosovë përmes projektit të Young Europeans, dhe jam i lumtur për këtë se nuk pata mundësi me qenë aty, po e pash që ekspozita është pritë shumë mirë dhe thjesht e falenderoj organizatorin përmes ekspozitës që është angazhuar me paraqitje edhe një imazh të Kosovës, nuk është hera e parë që i prezantohem jashtë, kështu vazhdimisht provoj me një farë forme prezantu imazhin e Kosovës, jo që është imazh i keq, po thjesht është pak imazh i keq kuptuar, do të thonë më herët nëse ke kliku Kosovo, Kosovan në firmë paraqitje dhe foto reale për Kosovës. Tash fal fotografëve, është një imazh ndryshe i Kosovës edhe thjesht vazhdoj me të qenë një farë lloj promotori i imazhit të Kosovës nëpër botë. Young Europeans, si bjanë evropianët e rinj, apo jo? Çfarë vlera artistike dhe dokumentuese mbatin këto fotografi të kësaj ekspozite për promovimin e Kosovës? Po zakonisht janë çdo herë kur më japet mundësia, unë kryesisht jam kështu mbrapa kamerave, po ndonjëherë edhe po më ftojnë kolegët, për çka i falenderoj. Janë çato vendet që më pëlqen mi vizitu, çato foto dhe dominojnë, do të thonë po kësaj radhe kemi bërë pak një mix, kemi prezantuar edhe disa fytyra që janë fytyra krenarie të Kosovës nëpër botë, siç është Shabri Dua Lipa, Rita Ora, edhe mandej kemi paraqitur edhe trashëgimin e pasur kulturore, që është kulturore fetare të na, që jemi shembull i tolerancës fetare, mandej kemi paraqitur edhe trashëgimi kulturore, objektet patjetër, edhe bukuritë natyrore patjetër. Po. Tash, a mund të flasim pak çfarë rëndësie ka për ju prezantimi i kulturës dhe identitetit të Kosovës në hapësira prestigjioze evropiane, si qyteti historik i Italisë, Padova? Absolutisht, në Italia dihet më që janë shumë me fat që kanë trashëguar shumë asete, po edhe natyrisht edhe Kosova ka shumë hapësina kështu jo edhe shumë të promovume, edhe andaj ky ka qenë edhe qëllimi pak me prezantu edhe disa asete të pasuna të mbrojtuna që janë të Kosovës edhe nëpër Itali, siç është Padova, dihet më që është shumë vend i këndshëm, edhe siç më tregojnë organizatori ka qenë një pritje shumë me mirë. Madje jo vetëm kjo ekspozitë, kanë pasur kanë prezantuar edhe filmin e Blerta Bashollit, Zgjoji, mandej kanë ftuar edhe mysafir prej Kosovës me paraqit historitë e tyre, tu ditë në çfarë faza, në çfarë periudha kena kaluar edhe na më herët gjatë të regjimit, edhe kështu që jam i lumtur që një farë forme jam pjesë edhe këtij grupit për paraqitjen e Kosovës në Padova.
Arben, tani konkretisht ti gjendesh në Amerikën Latine, nuk e di se konkretisht në cilin shtet je, por atje koha me sa di është 7 e mëngjesit? Ashtu është, edhe unë përveç tjerash, disa institucione kulturore po mëftojnë edhe një farë forme me dokumentu edhe aktivitetet që po prezentohet Kosova jashtë, sidomos përmes filharmonisë dhe baletit, kësaj radhe me baletin e Kosovës, përshka në Amerikën Latine, konkretisht qendrore, në Panama, në El Salvador dhe Kolumbi, tu dihet që këto shtete me kanë njohë, edhe tani kemi edhe ambasada këtu, sidomos në Panama dhe tani më e reja në Kolumbi. Është hera e tretë që vi këtu, kam pas edhe më herët ekspozita edhe në El Salvador edhe në Kolumbi, edhe kësaj radhe jam me baletin, edhe baleti ka disa prezantime në disa vene, konkretisht në 2 shtete, por në disa qytete. Fillimisht kemi qenë El Salvador edhe kanë performu në 3 net rresht, do të thonë që ishte interesimi madh me pa baletin e Kosovës, edhe çfarë pritje ka qenë diçka. Pamjet që po i shohim tani këto të baletit janë që i keni bërë tani gjatë kësaj vizite? Janë ekskluzive të performancës në Bramë. Edhe vërtet jemi në Kolumbi, në Medellin, kështu ma konkretisht, kemi me qenë në Cali, pastaj në Bogota, po ajo nëse në El Salvador ke diçka për mu, dhe më thanë, nështë kam ndjek 1000 performanca, koncerte, po duar Turkit ma të gjatë, tabele e shkrua një status ashtu se qashtu e ndjeva në atë moment, duar Turkit ma të gjatë, asë kom pa hala ma shumë, dhe më thanë, ke gati ma shumë se 7-8 minuta, për mu ke diçka shumë emocionuse ato momente. Edhe mram ka qenë shumë sala, ka qenë plot në Medellin, edhe tash shohem në Cali edhe në Bogota me siguri ka me qenë që ashtu diçka tepër pjulen për shtypje prezantimi i Carmina Buranas me baletin e Kosovës edhe shfaqin, është diçka shumë e jashtëzakonshme edhe jam i lumtur në një farë forme që jam pjesë e saj. Po e dokumentoj, thjesht me fotografi, me video. Arben, po e shoh që e ke marrë me shumë emocion pozitiv, sepse ju pas kam pritur jashtëzakonisht mirë, po në këtë kontekst, tash ti si artist, si fotograf, si është raportin mes fotografisë artistike dhe ruajtjes së kujtesës kulturore? Po të marrë parasysh tu nuk është kemi pas një farë kontakt, do të thonë janë shumë pak shtete që na kanë njohur në Amerikë Latine, është Kolumbia, është Costa Rica, Panamaja, mandej është edhe Kolumbia, presim na njohur edhe vende tjera, po për mu tash edhe më herët është hera e tretë edhe në farë forme jemi të lumtur që kemi prezantuar edhe këtu imazhin e Kosovës edhe ta po na presin shumë mirë edhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e një prezantimi të një cope të Kosovës edhe këtu. Po, Arben, çfarë emocioni apo reflektimi dëshiron të përjetoj publiku përballë fotografive tuaja, qoftë këtyre që po i bën tani për trupën e baletit të Kosovës në Amerikën Latine, por edhe të fotografive në përgjithësi që i bën veprat e tua artistike në ekspozitën e fundit që e ke tani në Padova, por edhe në përgjithësi? Po thjesht nuk është se në farë forme bëj foto për një ekspozita të caktuar, po thjesht vazhdimisht jam dikant teren edhe kur jam çdo cep Kosovës edhe përpiqem një farë forme, mandej gjithë po kujtohet që kam diçka prej një venit edhe po inspirona me bo një temë ose një linje të caktuar për me prezantu. Më thanë që tash edhe më herët, qëllimi jam është me prezantu se ty e ditë që në shumicën e ambasadave të Kosovës që janë nëpër botë, janë një farë forme të mbulume me fotot mia edhe jam një farë edhe ndihem pak krenar për këtë pjesë. Po, tani kam vetëm edhe 2 pyetje, por kjo është pyetja e radhës si fotograf me përvojë, si xhirues, si artist. Arben, sa mund të ndikoj fotografia artistike në krimin e një imazhi më bashkohor dhe do shta edhe një imazhi më si shtemi ne këtu në Prishtinë, të Kosovës në arenën ndërkombëtare? Tërgova edhe ma herë, dhe me thanë,
thjesht Kosova ka pas nevojë, domethënë fal fotografëve dhe videografëve, imazhi i Kosovës është ndryshe nëpër botë edhe fotot janë më reale edhe qëllimi jo vetëm i fotografëve, po edhe i njerëzve tjerë është që sa më shumë ta promovojmë, sepse kemi nevojë, domethënë ende ka keq kuptime dhe natyrisht edhe jemi edhe shtet i ri, edhe gradualisht po mundohemi në secilin në formën e vet. Unë kam zgjedh fotografinë, videon, edhe në këtë formë po mundohem sa më real me paraqit imazhin e Kosovës nëpër botë. Arben, edhe në fund, sigurisht do të kisha pyetur për një përësi artistike që dëshiron të përcjellësh përmes ekspozitës Kosova, përmes perspektivave të reja, por edhe në përgjithësi përmes fotografive të tua artistike. Po, thjesht, sidomos kolegët e mi, fotografët dhurojnë fotografi një farë forme, edhe pse dihet që nuk është edhe lehtë, sepse edhe ka kosto. Ka shumë raste që kam dhuruar edhe fotografi dhe kam organizuar edhe ekspozita kështu pro bono, po megjithatë e di që nuk është lehtë edhe ndonjëherë pa buxhete, pa kosto me organizu diçka të tillë, po mos mundon sa më shumë me dhuru fotografi, me që jemi prej këtij vendi, domethënë nga kjo perspektivë, veç uroj që sa më shumë me paraqit këtë imazh sa më real të Kosovës në botë. Po. Arben, unë të falenderoj për kohën që ndave për intervistë për Radio Televizion e Kosovës. Ishte kënaqësi të kemi në emisionin Art Kultur. Sigurisht, të presim edhe me projektet e reja dhe suksese në punët tuaja tani në Amerikën Latine. Ju falenderoj edhe juve për ftesën, të ratë mirat normal. Kalaja e Prizrenit, një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Kosovë, pritet i nënshtrohet një ndërhyrje të rëndësishme konservuese. Gjatë një vizite në këtë lokalitet, bashkë me kryeministrin e detyrë Albin Kurti dhe ministret Artani Rizvanol dhe Saranda Bogujevci, u bë e ditur se është dakorduar financimi projektit për zhvendosjen e rezervuarit të ujit jashtë mureve të Kalas. Rezervuari vendosur aty, që nga vitin 1939 ka shkaktuar rrjedhje të vazhdueshme të ujit, duke dëmtuar strukturat e lokalitetit dhe duke rrezikuar sigurinë e vizitorëve. Projekti me vlerë rreth 500.000 euro tashmë është hartuar dhe procedurat për realizimin e tij pritet të nisin së shpejti. Institucionet e kanë cilësuar këtë ndërhyrje si të domosdoshme për mbrojtjen dhe ruajtjen afatgjate të Kalas së Prizrenit, thuhet mes tjerash në postimin e Ministrisë së Kulturës. Ministrja e Kulturës dhe Turizmit Saranda Bogujevci ka reaguar pas premierës së filmit e Dua në Festivalin e Filmit në Cannes, duke cilësuar prezantimin e filmit si një moment krenarie për Kosovën. Sipas saj, historia e Kosovës dhe periudha e viteve të 90-ta u rrëfyen me zë të lartë përpara publikut ndërkombëtar përmes filmit të regjisores Blerta Basholli. Emocioni jashtëzakonshëm ta shohësh të vërtetën tonë të periudhës së viteve të 90-ta të rrëfyer para botës me aq forcë, ndjeshmëri e dinjitet, shkroi Bogujevci në postimin e saj. Ajo theksoi se filmi Dua preku publikun në sallën e mbushur plot në Cannes dhe u përcoll me duar trokiti të gjata, duke cilësuar këtë si një sukses të madh për vendin. Bogujevci falenderoi Basholli dhe gjithë ekipin e filmit për prezantimin e historisë së Kosovës përmes artit të përfaqësimit të dinjitos në një nga ngjarjet më të rëndësishme të kinematografisë botërore. Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Shqipërisë organizuan konferencën shkencore me titull Ibrahim Rugova, shkrimtari, intelektuali, presidenti, kushtuar jetës dhe veprës së presidentit historik të Kosovës, Ibrahim Rugova. Konferenca ndërkombëtare trajtoi trashëgiminë intelektuale, kulturore dhe politike të Rugovës, duke sjellë diskutime mbi rolin e tij si shkrimtar, studiues, udhëheqës politik dhe figurë diplomatike në historinë moderne shqiptare. Në këtë aktivitet morën pjesë studiues, akademik, shkrimtar dhe personalitetet e jetës publike nga Kosova, Shqipëria dhe vende të tjera, të cilët prezantuan kumtesa mbi dimensionet letrare, kulturore dhe shtetformuese të veprës së Rugovës.
Instituti Albanologjik këtë muaj nga data 18 deri më 25 maj organizohen edicionin e 17 të konferencës shkencore Java e Albanologjisë. Sipas njoftimit, ky aktivitet është një nga shenjat e rëndësishme identifikuese të Institutit Albanologjik si institucion kërkimor dhe shkencor. Konferenca shkencore Java e Albanologjisë po rritet nga viti në vit duke shndruar në një dritare reprezentative të mendimit dhe diskutimit për dijen si dhe për rreth shqiptarëve. Ky aktivitet i rëndësishëm i Institutit Albanologjik do t'i ketë 5 sesione, të cilat do t'i kenë temat e tyre boshtë, si sesioni i gjuhësisë, do t'a kenë temën Shqipja në rrethanat e sotme digjitale, sesioni i letërsisë për temë do të ketë letërsia shqipe dhe konteksti, sesioni i historisë do t'a ketë temën historiografia shqiptare përballë historiografisë evropiane, sesioni i folklorit dhe etnomuzikologjisë do t'a ketë temën trashëgimia kulturore, si kujtesë, këngët, rrëfimet, fotografitë dhe sesioni i etnologjisë do t'a ketë temën boshtë antropologjia e ushqimit në kontekstin shqiptar, vazhdimsi dhe ndryshe. Ekspozita personale apendjens Toka Ponguron e krijuesit Arnor Karaliti u hap sot në Galerinë e Arteve në Gjilan. Galeria e Arteve në Gjilan njofton se përmes pikturës kjo ekspozitë trajton jetën si një gjendje pezull mes dokumenteve dhe përkatësisë mes së kaluarës dhe së tashmes dhe mes intimitetit dhe izolimit. Kjo ekspozitë personale përmbledh kërkime dhe procese artistike të zhvilluara në periudha të ndryshme, duke krijuar një dialog mes përvojës personale dhe reflektimit më të gjerë shoqëror mbi migrimin, traumën dhe format e heshtura të intimitetit, thuhet në njoftimin e kësaj galerie. Ekspozita është mbështetur nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Gjilanit. Në Durrës u hap ekspozita Shqipëria 1921 Eugen Pitard, një ekspozitë fotografike që sjell për publikun pamje të rralla të Shqipërisë së fillim shekullit 20. Në ceremoninë e hapjes morën pjesë edhe nënkryetaria e Kuvendit Klodiana Spahiu si dhe ambasadorja e Zvicrës në Shqipëri Ruth Huber. Ekspozita e realizua në bashkëpunim ndërmjet ambasadës së Zvicrës në Tiranë dhe Fotoklub Durrës paraqet një udhtim të veçantë vizual përmes fotografive të realizuara nga akademiku dhe antropologu zvicran Eugen Pitard dhe bashkëshortja e tij Helen Pitard. Gjatë viteve 1921 dhe 1924, çifti Pitard udhtoi nëpër Shqipëri duke dokumentuar jetën e përditshme, qytetet, fshatrat, peizazhet dhe traditat shqiptare. Përmes objektivit të tyre, ekspozita sjell dëshmi autentike të historisë dhe identitetit kombëtar shqiptar të ruajtura në fotografi me vlerë të veçantë historike dhe kulturore. Skena e Eurovisionit në Vjenë do të ndriçohet në mbrëmjen e sotme nga performanca e Alis me këngën e tij Nan. Ai do të jetë 13 nga 15 artistët që konkurrojnë në gjysmëfinalen e dytë, për vetëm 10 prej tyre do të kenë mundësinë të arrijnë finalen e 16 majit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët e televizionit shqiptar. Dita e Shqipërisë dhe e përfaqësuesit Alis Kallaçi mbërriti. Në mbrëmjen e të njëjtës, këngëtari shqiptar do të gjitet në skenën gjigante të Vjenës, aty ku do të mbahet gjysmëfinalja e dytë e Festivalit Europian të Këngës. Një natë para, Alis kaloi me sukses provën e dytë gjenerale me një performancë që përsolli mesazhin e fuqishëm mbi rolin e nënës në familjen shqiptare përmes një kombinimi të ndjeshëm mes tekstit dhe motivit muzikor. Alis ylli Shqipërisë në këtë festival evropian të muzikës u prit nga fansa, ndërsa delegacioni shqiptar hyri në ambientet që rrethojnë arenën e madhe. Ja ku jam me Besart Mujkun, është një vullnetar shqiptar, jeton në Zvicër, ka rreth një vit që ka prerë biletën për të ardhur në Eurovisionin e Austrisë dhe ndërkohë thotë që është një fans i çmendur sepse që prej 2010-s ndjek Eurovision, apo jo Besi? Po, përshëndetje, faleminderit shumë për intervistën. Që nga 2010 ndjek Eurovisionin edhe gjithmonë vi në Eurovision se më pëlqen. Ndërkohë delegacioni shqiptar kur e takove sot ishte një kënaqësi vete, besoj. Po, se ndër vite është ndërtuar në farë marrëdhënie, shumë e mirë, edhe gjithmonë në më supportojnë mu si fans që vi këto edhe me që valvis flamurin e shqiptar në arenë. Brenda në rrethinat e skenës është gjithçka gati. Në masat të repta sigurie, delegacionet, organizatorë dhe shumë vullnetar kryejnë detyrat e fundit para provave gjenerale. Nan do të ketë mundësi të votojë në gjitha shtetet dhe vota e shqiptarëve anë mban botës do të ketë një peshë të rëndësishme. 10 të kualifikuarit të natës së dytë pritet i bashkojnë Greqisë, Finlandës, Belgjikës, Suedisë, Moldavisë,
Serbisë, Kroacisë, Polonisë, Lituanisë, Izraelit, Austrisë si vend organizator, si dhe Francës, Gjermanisë, Italisë, Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Finali e madhe Eurovision 2026 do të mbahet më 16 maj dhe do transmetohet ekskluzivisht në RTS 1, RTS Muzikë dhe Radio Tirana 1. Për të mos u burasur nga lajmet më të fundit, na ndiqni na pëlqen edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt e saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtklive.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinë Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët, mirupafshim nesër.